Bashkimi Evropian ka reaguar me kujdes, por edhe me vendosmëri pas rishjes së presidentit amerikan Donald Trump për kërcënimet për Grenlandën, duke cilësuar këtë zhvillim si një rezultat të një qëndrimi të bashkuar dhe të matur të vendeve anëtare. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se BE-ja arriti të rezistojë presionit amerikan pa e përshkallëzuar situatën, duke ruajtur unitetin dhe forcën e saj politike. Ajo theksoi se Brukseli synon të thellojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë për sigurimin në Arktik, përmes investimeve në pajisje mbrojtëse të përshtatura për këtë rajon dhe ndërtimit të një akullthyese europiane. Von der Leyen nënvizoi gjithashtu se zhvillimet e fundit kanë bërë edhe më të qartë nevojën që Europa të forcojë pavarësinë e saj strategjike. Sipas saj, përballja me presionet e jashtme tregoi se një Europë e bashkuar mund të mbrojë interesat e veta pa hyrë në përplasje të drejtpërdrejta. Nga ana tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa përfshir vendimin e Washingtonit për të mos vendosur tarifa të reja ndaj Europës, duke cilësuar atë si një hap pozitiv për stabilitetin e marrëdhënieve tregtare transatlantike. Ai paralajmëroi se vendosja e tarifave shtesë do të ishte në kundërshtim me marrëveshjen tregtare mes BE-s dhe SBA-s. Megjithatë, Costa theksoi se Bashkimi Evropian do të mbrojë interesat e tij nëse përballet me presion apo shantazh ekonomik, duke shtuar se Brukseli ka mjet të nevojshëm për ta bërë këtë kurdoherë që do të jetë e nevojshme. Liderët evropian shprehen në gatishmëri për të vijuar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara edhe për çështje globale, përfshirë luftën në Ukrainë dhe situatën në Gaza, megjithëse mbetet rezerva për disa elemente të planit amerikan për administrimin e përkohshëm të Gazës.